Një nga qendrat e votimit në Bashkinë Vor ka më shumë vota se sa numri i qytetarëve që janë të regjistruar për të votuar. Në një postim të tij thotë i është drejtuar komisionerit shtetëror të zgjedhjeve zotit Celi Bashi, thotë nisur nga shpallja e rrjetet sociale të informimit të rezultatit të zgjedhjeve për disa qendra votimi në KZAZ 27 Bashkisë Vor, rezulton një masakër zgjedhore konkretisht në qendrën e votimit 1558 1 Marikaj. Konstatohet një diferencë zgjedhësish prej 326, pra janë regjistruar në pajisjen elektronike dalin 1000 zgjedhës, ndërkohë që janë 674 zgjedhës, sipas asaj që thotë zoti Dervishi, kërkojnë ndërhyrje në urgjente tuaj dhe zbardhjen e kësaj masakre zgjedhore me pasoja serioze mbi procesin. Një njëjti fenomen rezulton në të gjitha qendrat e votimit të Bashkisë Vor. Cilët janë zgjedhësit që rezultojnë me diferencë mbi listat manuale zyrtare. Është një çështje